është në studio sonte me ne. Për të gjithë juve, poetja Matilda Dushkova. Mirëmbrëma Matilda. Mirëmbrëma. Pesha e fatit. Shohim që brenda vargjeve ekziston edhe ndjenja e dëshirës për të ndërtuar një të nesërme më të mirë, një të ardhme, ndoshta pa të brerin e ndërgjegjes, pa të mëkatin që ekziston ndoshta që nga lindja jonë. Këto janë dhe vargjet që shoqërojnë poezinë tuaj. E kam pasur fatin në dorë apo më ka pasur ai, nuk e di. Është një pyetje retorike e cila nuk e di se si do ta nxjerr përgjigjen, por besoj se njeriu e ka fatin në dorë. Po juve? Unë besoj që njeriu e ka fatin në dorë, po shpesh edhe fatin e ka në dorë ne. Ne themi gjithmonë që çdo gjë ecën pas urdhrit të fatit. Gjithçka duhet të filloj me diçka, që pastaj njeriu të investoj dhe të bëj gjithçka që atë që fati ja dha, ta mbaj, ta largoj, ta ketë të tillën ose jo. Pesha e fatit është një poezi shumë e thjeshtë dhe po ta shikosh në librin Pesha e fatit, të gjitha poezitë janë më shumë jetësore. Unë të falenderoj që më quajte poete, po unë vete nuk e quaj poete. Janë poezi që janë mbledhur ndër vite te ky libër. Mund të them që nga adoleshenca, që nga gjimnazi, domethënë. Dhe ka qenë shtytja e miqve të mi shkrimtar, siç ka qenë ti, siç kanë qenë të tjerë, Nuri Plaku, Valentina Dafa, që më thanë që duhet të botoj një libër. Pse jo? Me disa poezi të mbledhura ndër vite, doli Pesha e fatit. Kështu që unë mendoj që të gjitha poezit aty janë poezi të thjeshta, poezi jetësore, poezi që Matilda nuk është marrë me detin, me lulet, me qellin, po është marrë me eksperiencat e jetës. Pra është përvoja jetësore ajo që po thuaj se ka nxitur çdo varg. Përvoja jetësore dhe jo vetëm e imja, sepse njeriu ka pjesën e brendshme që shpreh, po gjithçka vjen edhe nga influenca e jashtme. Përvoja jetësore të mia,